Karteli u ngatërua me djem të gabuar, pa e ditur se janë forcat speciale elitare të Meksikës. Historia fillon duke prezantuar 5 miq të ngushtë: Guerrero, Combo, Tenco, Toro dhe Polo, të cilët po udhëtojnë së bashku. Ndërsa duken të relaksuar, në realitet janë antarë të njësisë militare të forcave speciale të Meksikës. Brenda automjetit, ata përfshihen në një diskutim të lehtë të redrekës. Megjithatë, udhëtimi i tyre merr një kthesë të papritur, kur një makinë tjetër i përplas, e ndjekur nga një sulm i pamëshirshëm me armë. Skena më pas ndryshon në 72 orë para pritës. Në një kafene të vogël, Guerrero dhe shoku i tij Tuco vëzhgojnë një grup gangsterësh që kryejnë aktivitet të kriminal përpara një stacioni policie. Këta gangsterë kanë pushtet të pamohueshëm në zonë, duke udhëzuar të kryejnë krime në mes të ditës, madje edhe në mbikëqyrjen e forcave të rendit. Në atë moment, ata përpiqen të rrëmbejnë një grua të re me emrin Carla, e cila kishte ardhur për t'i raportuar tek autoritetet. Nëna e saj, Lucia, përpiqet me dëshpërim t'i ndalojë, por të dy gratë janë të pafuqishme kundër kriminalëve të pamëshirshëm. I pa aftëri duar kryq dhe të shikoj, Guerrero, një oficer me përvojë, ndërhyn. Ai përballet ballë për ballë me gangsterët, duke u përfshirë në një përleshje të ashpër. Pak më pas, disa oficerë policie dalin me nxitim nga stacioni, por në vend që të ndihmojnë, ata i drejtojnë armët e tyre pa mend Guerreros, i cili po e mban udhëheqjen e bandës në kërcënimin e armës. Qëllimet e mira shpesh keq kuptohen, duke çuar në pasoja të paparashikueshme. Për të shmangur çdo konfuzion të mëtejshëm, Guerrero zbulon në distinktivin e tij, duke u identifikuar si kapiten në forcat elitare të Meksikës. Duke njohur autoritetin e tij, një nga oficerët u urdhëron në shpejt vartësve të tij të arrestojnë antarët e bandës. Ndërsa Guerrero përgatitet të largohet, Lucia dhe Carla i afrohen, duke zbuluar se kishte ardhur në stacion për të raportuar zbulimin e një vari masiv aty pranë. Si rezultat, ushtria ndryn me njerë, duke vendosur forca speciale dhe ekspert mjekoligjor për të hetuar vendin. Duke pasur parasysh rëndësinë e rastit, mbështetja tek policia lokale, e cila ka rezultuar e pabesueshme, nuk është një mundësi. Me të mbritur në vend, ekipi e timi zbulon trupat e shumë ushtarëve të varrosur me nxitim në zonë. Megjithatë, identiteti i atyre që janë përgjegjës për masakrën mbetet një mister. Në nder të ushtarëve të rënë, ushtria organizon një shërbim përkujtimor formal, duke u lejuar familjeve të tyre të bëjnë nderimet e tyre të fundit. Në të njëjtën kohë, zbulimi i tronditës i varit masiv dominon lajmet. Në çdo stacion televiziv të madh në Meksik që raporton për ngjarje tragjike, media shpejt zbulon se ushtarët u torturuan dhe u vranë, ndërsa përpiqeshin të kapnin një boss famkeq droge të quajtur Josef Urias. Ndërkohë, Josef, shpejt i quajtur Foy Joyce, është në mes të një takimi. I vetëdijshëm për kërcënimin në rritje, ai paralajmëron bashkëpunëtorët e tij për Guerreron, duke theksuar se ai është një ushtar elitar që nuk duhet nënvlerësuar. Në të njëjtën kohë, Josef tashmë ka vënë në lëvizje një plan të keq, duke urdhëruar njerëzve të tij të rrëmbejnë Lucian dhe Carlën. Duke u kthyer në bazën ushtarake, Guerrero mbledh ekipin e tij për të hartuar strategjinë e tyre të radhës për kapjen e Fosë Jos. Shokët e tij të besuar, Combo, Tenco, Toro dhe Polo, qëndrojnë pranë tij, gati për të ekzekutuar misionin. Sipas inteligjencës që kanë mbledhur, i dyshuari kryesor pas vrasjeve është Lo, një nga zbatuesit kryesor të Fosë Jos. Ekipi harton një plan të kapë Lo'n së pari dhe ta përdorë atë si karem për të nxjerrë Fone Jos dhe njerëzit e tij në shesh. Të nesërmen, Guerrero dhe ekipi i tij vënë në veprim planin e tyre. Nuk kalon shumë kohë para se ata të kapin me sukses Lo'n, ndërsa ai po darkonte në një restorant. Ndërkohë, në një kthesë të papritur, Josef Fo takohet me ministrin e mbrojtjes të Meksikës. Zyrtari korruptuar merr një rishpet nga Josef në këmbim të sigurimit që ushtria të mos e ndjek. Në atë moment, ministri informon Josefon se ka përgjuar telefonin e Guerreros dhe se Lo është arrestuar tashmë, gati për të marrë përsipër përgjegjësinë për masakrën. Si shpërblim për kapjen e Los, Guerrero dhe ekipit e tij u jepet një leje treditore. Ata shfrytëzojnë këtë mundësi për të kthyer në shtëpi dhe për të ribashkuar me të dashurit e tyre.
Para se të ndahen, ata bëjnë një foto në grup për të përkujtuar kohën e tyre së bashku në mision. Megjithatë, pushimi i tyre i shkurtër ndërpritet pa pritur nga skena e pritës në fillim të filmit. Bëhet e qartë se njerëzit e Joss janë pas sulmit të vendosur për të eliminuar Guerreron. Megjithatë, si ushtar elit, Guerrero dhe ekipi i tij imposhtin lehtësisht sulmuesit e tyre. Pa pritmas, Romano mbërrin me përforcime për të vazhduar sulmin. Megjithatë, aftësitë superiore luftarake të Guerreros dhe ekipit të tij u japin atyre e përsi, duke i lejuar ata të shkatërrojnë forcat e Romanos. I plagosur rënd, Romano e paralajmëron Guerreron se ai dhe ekipi i tij nuk do të mbijetojnë, pasi Josef nuk do të ndalet para asgjëje për t'i ndjekur ata. Me Romanon e mundur, Guerrero dhe ekipi i tij vendosin të largohen para se të mbërrijë Josef dhe njerëzit e tij. Ndërsa janë në lëvizje, Guerrero kontakton në selin ushtarake, duke kërkuar përforcime dhe duke i informuar ata se Josef dhe banda e tij janë duke i ndjekur. Pak pas i largohen, Josef dhe njerëzit e tij mbërrin në vendngjarje, duke gjetur trupin e pajetë të Romanos, i tërbuar dhe i shkatëruar, duke konsideruar Romanon si vëlla. Josef betohet për akmarrje. Ai urdhëron njerëzit e tij të gjurmojnë Guerreron, vendodhja e cilit është komprometuar tashmë për shkak të përgjimit të telefonit nga Ministri i Mbrojtjes. Ndërkohë, Guerrero dhe ekipi i tij lundrojnë nëpër një pyll të dendur, duke u drejtuar drejt një poste sigurie. Fatkeqësisht, njerëzit e Josefit tashmë i kanë ndjekur lëvizjet e tyre, duke detyruar ata të fillojnë në një tjetër shkëmbim zjarri. Gjithsa arrin të eliminojnë forcat armike, Polo dhe Tenko pësojnë në lëndime serioze. Polo qëllohet në shpatullën e majt, ndërsa Tenko pëson plak të rënda në vesh dhe këmbë. Duke vepruar shpejt, Kombo i jep ndihmën e parë të dyve. Diku tjetër, një nga burrat e Josef arrin të mbijetojë dhe i raporton atij për takimin. Megjithatë, Josef mbeteti pa lëkundur. Ai ishte i bindur se pavarësisht se sa shumë Guerrero dhe ekipi i tij përpiqen të ikin dhe të fshihen, ata kur nuk do të jenë në gjendje ta kalojnë atë. Fal tradhtisë së ministrit të mbrojtjes, Josef do ta dijë gjithmonë vendodhjen e tyre. Pa humbur më kohë, Josef dhe burrat e tij nisen menjëherë për në vendin ku duhet ishte Guerrero. Megjithatë, me të mbritur, Josef nuk e gjen as Guerrero dhe as ekipin e tij. Në vend të kësaj, ata zbulojnë telefonin e Guerreros të vendosur sipër trupave të pajet të 5 burrave të Josef. Duke kuptuar se është mashtruar, Josef shtrëngon grushtat nga frustrimi. Guerrero dhe ekipi i tij e kishin parashikuar mbikëqyrjen dhe e kishin kthyer situatën kundër tyre. Diku tjetër, Polo dhe Tenko, të dy të plagosur, vendosin të pushojnë pak. Kombo shikon plagët e tyre nga armët e zjarrit, të cilat po përkeqësohen me kalimin e kohës. Në të njëjtën kohë, Guerrero, i cili kishte marrë telefonin Romanos, është dukshëm i tronditur kur as në një video që zbulon se ministri i mbrojtjes kishte bashkëpunuar fshehur arsim me Josef gjatë gjithë kohës. Të vetëdijshëm se situata e tyre aktuale është larg të qenit të favorshme, Guerrero dhe ekipi i tij vendosin të përshpejtojnë udhëtimin e tyre drejt postës së sigurisë për të kërkuar përforcime. Gjatë udhëtimit të tyre, ata hasën në një shtëpi që dukej se shërbente si një vend strehim kriminalësh. Në atë moment, Kombo sugjeron që të bastisin vendin, pasi kishin nevojë të madhe për një vend të sigurt për të pushuar, veçanërisht pasi Polo dhe Tenko kishin nevojë për ndihmë urgjente mjekësore. Pa hezitim, ata sulmuan shtëpinë duke neutralizuar shpejt kriminalët brenda. Megjithatë, ata u kapën në befasi kur zbuluan 2 pengje të mbajtur robër brenda. Për rabin e tyre, robërit nuk ishin askush tjetër përveç Lucias dhe Carlas, një nënë e bij që ishin rrëmbyer më parë nga njerëzit e Josef. Duke parë gjendjen e tyre të vështirë, Guerrero dhe ekipi i tij qetësuan shpejt, duke premtuar se tani ishin të sigurta. Përveç kësaj, ekipi zbuloi një sasi të madhe armësh, municionesh dhe eksplozivësh të fshehur në shtëpi. Tani përgjegjës për sigurinë e 2 civilëve, ata e kuptuan se çdo hap përpara duhet të bëhej me kujdes të madh. Pavarësisht barrës së rëndë dhe rreziqeve kërcënuese për jetën me të cilën përballeshin, dorëzimi nuk ishte kur një mundësi për ta si ushtar. Ata ishin të përgatitur të luftonin me gjithçka që kishin për të përfunduar misionin e tyre. Atë natë, Guerrero ul me Lucian dhe Carlen, duke shpjeguar realitetin e zymt. Ata po ndiqeshin nga armiku Josef dhe njerëzit e tij. Duke pasur parasysh këtë, ai propozoi që të largoheshin menjëherë dhe të shkonin drejt postës së sigurisë për ndihmë. Përpara se të niseshin, ata paisën Lucian dhe Carlen me jelek antiplumb dhe organizuan një formacion mbrojtës,
duke u siguruar që 2 civilët të pozicionoheshin të sigurt në mes të grupit të tyre. Pasi përfunduan përgatitjet e tyre, ata u përgatitën të largoheshin nga shtëpia. Megjithatë, sapo dolën jashtë, ata u zonë prit nga armiku Josef dhe forcat e tij në një sulm të papritur dhe të pamëshirshëm. Të paktën në numër dhe të mbingarkuar, Guerrero dhe ekipi i tij e gjetën veten në një situatë të tmerrshme. Të paaftë të bënin shumë përveç se të fshiheshin brenda shtëpisë dhe të luftonin me municionin e mbetur. Ndërkohë, Lucia dhe Carla, të paafta të duronin ushtarë duke u përpjekur, ofruan ndihmë në betejë kundër gangsterëve. I prekur nga trimëria e tyre, Guerrero vendosi të mësonte atyre si të përdornin armët e zjarrit. Në të njëjtën kohë, Combo i kërkoi Tenkos të merrte përsipër detyrën e tij të rojes, ndërsa ai kujdesej për plagët e Polos. Jashtë, armiku Josef dhe njerëzit e tij qelluan pa pushim drejt shtëpisë, duke detyruar Guerrero dhe ekipin e tij të kërkonin strehim. Duke shfrytzuar një rast kur njerëzit e armikut Josef ndaluan për të rimbushur, Guerrero dhe ekipi i tij nisën një kundërsulm. Papritur, një nga dështënat e Guerreros goditi një nga njerëzit e armikut Josef, duke e plagosur atë. Kur të shtënat pushuan, Guerrero kontrolloi shpejt gjendjen e ekipit të tij. Thirrja e tij u prit me përgjigje nga të gjithë anëtarët e ekipit, por për fat të keq Tanko ishte në gjendje kritike, pasi u qellua nga armiku Josef. I paaf për televizor, ai kërkoi me dëshpërim më shumë municione. Me që Guerrero dhe të tjerët duhet të mbanin pozicionet e tyre, Carla u ofrua vullnetare për t'ia dorëzuar municionet Tankos. Në të njëjtën kohë, disa nga burrat e Josef hyn fshehurazi në shtëpi përmes një kalimi nën toksor, pa dijenin e Guerreros dhe ekipit të tij. Pak qaste më vonë, ndërhyrësit i zonë në prit të Tankos dhe Carlës, duke i zënë befasi. Për të mbrojtur shokët e tij, Tenko urdhëroi Carlën të ikte. I vendosur për të parandaluar rrezik të mëtejshëm për ekipin e tij, Tanko bëri sakrificën përfundimtare, duke shpërthyer një bombë për të eliminuar armikun. Tragjikisht, Guerrero jo vetëm humbi Tankon, por edhe Polon, i cili u qellua për vdekje nga njerëzit e Josef. Meqense Polo kishte humbur shumë gjak, nuk kishte asnjë mënyrë për ta shpëtuar. Zia rëndoi shumë mbi Guerrero dhe shokët e tij të mbetur. Lucia dhe Carla gjithashtu vuajtën humbjen e ushtarëve të guximshëm që kishin rrezikuar gjithçka për t'i mbrojtur. Së bashku ata u lutën për luftarët e rënë, duke shpresuar që shpirtrat e tyre të gjenin paqe. Ndërkohë, i mbetur pas zgjidhje tjetër, Josefu detyrua dorëzohej dhe të ulte armën. Megjithatë, në vend që të lutaj për mëshirë, ai e sfidoi Guerrero në një ndeshje kokë më kokë. Si një ushtar i lidhur nga nderi, Guerrero nuk mund dëmtonte një armik të parmatosur. Kështu, ai pranoi sfidën e armikut për një duel kokë më kokë. Në fillim, Guerrero luftoi kundër armikut Josef, i cili ishte një luftëtar i arteve marciale. Por, ndërsa kujtonte sakrificat e vëllezërve të tij të rënë në armë, shpirti i tij luftarakur i gjallërua. I nxitur nga vendosmëria, ai nisi një sulm të pamëshirshëm, duke mposhtur Josef. Pasi mundi Josef, Guerrero ju drejtua ekipit të tij dhe deklaroi se më në fund gjithçka mbaroi. Patriotizmi dhe qëndrueshmëria e tij e palëkundur ishin të dukshme në gjakun dhe sakrificën që shënuan udhëtimin e tij. Mëngjesin tjetër, pas një betejë të ashpër plot humbje dhe vështirësi, përforcimet më në fund bëritën për të siguruar zonën. Një armik i plagosur rënd, Josef u arrestua menjëherë dhe u përgatit për gjyq. U zbulua se Guerrero e kishte kursyer qëllimisht, duke u siguruar që ai të shërbente si dëshmitar në gjykat për të ekspozuar zyrtarët e korruptuar që kishin komplotuar me të, përfshirë ministrin e mbrojtjes. Më vonë, Guerrero, Combo, Toro, Lucia dhe Carlo u transportuan në shtëpi me helikopter. Edhe pse u kthyen me zemër të thyer, duke mbajtur zi për humbjen e miqve të tyre të dashur, kujtimet e Polos dhe Tankos mbeteshin përgjithmonë në zemrat e tyre. Dhe me kaq, historia mori fund. Më shumë një mësim nga historia, nëse shihni gangsterët që rëmbejnë dikë në një stacion policie, ndoshta thjesht telefononi policin. Oh, prisni, ata janë tashmë atje dhe të padobishëm. Dhe nëse policia nuk ndihmon, thjesht bëuni një ushtri me një njeri, por ndoshta atë ndosni në paqe.